Kompanitë e naftës kanë paralajmëruar qeverinë se do ta hedhin në gjyq dhe do të kërkojnë dëmshpërblim për llogaritje nën kosto të çmimit të naftës. Që nga 26 marsi, qeveria riaktivizoi bordin e transparencës për hidrokarburet që llogarit çmime në bazë të formulës të miratuar që në krizën e vitit 2022, kur nafta u shtrentua pas sulmeve të Rusisë ndaj Ukrainës. Që nga riaktivizimi në fund të marsit të këtij viti deri në 28 maj, bordi ka ndërhyrë rreth 30 herë në treg, shpesh edhe 3 ditradhasi. Që në fillim operatorët u ankuan se përlloggaritja bëhet në bazë të çmimit FOB, Free on Board, që nuk merr në konsiderant transportin dhe sigurimin dhe jo të çmimit CIF, që përfshin transport e sigurim dhe që e rrisin edhe me 45 deri në $50 për ton çmimin e blerjes. Që nga viti 2024, kompanitë e tregtimit ndërkombëtar nuk operojnë më mbi bazën e kontratave FOB, por mbi bazën e kontratave CIF. Ndërsa çmimi vendosur nga bordi bazohet në treguesin FOB, doganat kanë llogaritur TVSH mbi treguesin CIF. Kjo diferencë ankohen operatorët ka krijuar një kosto prej 4.7 lekë për litër, duke krijuar humbje të mëdha për importuesit. Në shkresën drejtuar Ministrisë së Ekonomisë, Ministrisë së Financave dhe Kryeministrit Edi Rama, kompanitë më të mëdha importuese thonë se pasi kërkesat për rishikimin e metodologjisë së çmimit dhe marzheve bruto nuk janë marrë parasysh, ata kanë parashtruar qëndrimin e tyre duke marrë në konsiderat deri në dërgimin e çështjes në gjykatë. Importuesit ankohen se bordi i transparencës i krijuar që në vitin 2022 në vendosjen e çmimeve pas riaktivizimit në mars 2026, nuk pasqyron kostot reale të operimit të subjekteve në treg, duke mos marrë në konsiderat rritjen e shpenzimeve të shkaktuara nga inflacioni dhe ndryshimet strukturore të kostove gjatë periudhës 2022-2026. Importuesit ankohen se çmimet e përcaktuara nga bordi kanë qenë dhe vijojnë të jenë në nivelin e kostos reale duke shkaktuar humbje të vazhdueshme për kompaninë. Importuesit paralajmërojnë se vazhdimësia e kësaj situate pa një rishikim të menjëhershëm të kuadrit rregullator dhe metodologjisë së përcaktimit të çmimeve, do të detyrojë subjektet të operojnë në humbje duke rrezikuar seriozisht vijshmërinë e aktivitetit të tyre tregtar. Importuesit kanë paralajmëruar që në rast se nuk merren masa brenda 10 ditëve për të ndaluar dëmet e mëtejshme, ata do t'i drejtojnë gjykatës kompetente për të kërkuar zgjidhjen gjyqësore lidhur me dëmshpërblimin e plotë të gjithë pasojave dhe dëmeve të shkaktuara si rrjedhja e llogaritjes së çmimeve nën kosto. Burimet bëjnë të ditur se deri tani dëmi i përllogaritur i afrohet 7 milionë eurove.